Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha në takimin me drejtues të lartë të Policisë së Shtetit se lufta kundër dërtimeve pa leje është prioriteti i Policisë së Shtetit dhe se kjo e fundit do të kontrollojë çdo tull të vendosur pa leje. Ministri i Brendshëm e konsideroi vepër të rëndë penale ndërtimin pa leje dhe për këtë arsye ai kërkoi nga Policia e Shtetit ndëshkimin e atyre që thyejnë ligjin. Tahiri tha se në 300 ditët e qeverisjes janë proceduar penalisht 1507 persona. Ministri i Brendshëm e konsideroi të rënd krimin mjedisor, duke theksuar se tashmë qeveria hyn në një etapë të re zhvillimesh në luftën kundër krimit mjedisor dhe se është e vendosur të vërë kontrollin e plot mbi territorin. Jeni përgjegjës për mbulimin dhe kontrollin e çdo zone në Republikën e Shqipërisë dhe të çdo cepi. Ndaj përpos detyrave tjera, çdo tull pa leje në zonën tuaj është përgjegjësia juaja ta ndaloni dhe të çoni para drejtësisë përgjegjësin. Bashkëpunimi me institucionet e tjera është themelor për ndjekjen penale, por ndjekjen penale fillon ju. Kush ndërton pa leje ka kryer një krim kundër të gjithëve dhe do mbaj përgjegjësi para ligjit. Kush lejon që të ndërtohet pa leje ka kryer një krim dhe më të madh. Ka shpërdoruar detyrën duke lejuar që një krim të ndodhë. Ndaj do mbaj përgjegjësi para ligjit edhe më shumë se i pari. Janë shumë pak gjatë kësaj kohe procedimet penale ndaj autoriteteve vendore dhe qendrore që duhet kujdesen për këtë çështje. Vetëm 22 zyrtar, vendor ose qendror, janë proceduar për shpërdorim detyre lidhur me ndërtimet pa leje. Kjo është shumë pak, sepse pas çdo ndërtimi të palishëm ka pas një diskutim. Një funksionar publik, vendor ose qendror, që ka mbyllur syt. Ndaj duhet hetuar në mënyrë të gjithanshme për të nxjerrë para përgjegjësisë, jo vetëm atë që ndërton në mënyrë të palishme, por edhe atë që ka mbyllur syt duke lejuar një ndërtim të palishëm. Policia e Shtetit nga sot vjet para përgjegjësisë për të bërë detyrën pas një përjashtim. Ndërtimi pa leje nuk është krim i fshet, është krim i hapur që ndodh në syt e të gjithëve. Ndaj askush nuk ka justifikim për të mos bërë detyrën. Nga ana tjetër, qytetarët që denoncojnë ndërtimet palishme apo krim kundër mjedisit janë pasuria më e çmuar e shoqërisë sot. Pikërisht pse kanë vetdijen e lartë që një krim ndaj shoqërisë, jo ndaj atyre vet, po ndodh dhe kanë kurajon ta denoncojnë pranë Policisë së Shtetit. Megjithëse mbledhja sot me lidhje me luftën kundër ndërtimeve pa leje, Tahiri foli edhe për aksionin antidrog në Tukagjin. Në fjalën e tij me drejtues të lartë të Policisë së Shtetit, Tahiri i kërkoi prokurorisë të zgjerojë hetimet për të sekuestruar asetet kriminale të bozëve të drogës në Shqipëri. I pranishëm në këtë mbledhje të ministrit me drejtues të Policisë së Shtetit ishte edhe kryeministri Edi Rama.